Të dashur vëllezër e motra, të dashur miq, të dashur besimtar katolik, siç keni dëgjuar, sot në mjes Papa Francesku është kthyer në shtëpinë e Atit. Ky lajm e ka shënuar me trishtim zemrën, mendjen, shpirtin e secili prej nesh, e të çdo njeriu vullnet mirë mbi tokë, sepse ka qenë në këtë kohë jetime nga një zë i fortë, dashurie, shpresë, paqe, ka qenë i vetmi zë që përcillte një forcën e ngushëllimit hyjnor. E akoma më thellë na ka prekur neve, por në shpirtin e Krishtit të ringjallur, përballë trishtimit të shputjes fizike nga kjo lidhje me të, jemi të ngushëlluar me forcën e të ringjallurit. Zoti ka dashur ta thrasë atë në një vit jubilar, në vitin jubilar të shpresës, shtektar të shpresës. Papa që ka qenë shtektar shprese në zemrat e njerëzve më të mënjanuar, më në periferi, si që thonë ai periferi eksistenciale, më të shtypur, ky pap është sot shtektar në shtëpinë e Atit. E atëherë së bashku të nxitur nga feja, nga shpresa, nga dashuria, e nga mirënjohja për dashurinë e këtij pape, dëshirojmë edhe neve të bashkohemi në lutje, të falenderojmë Zotin për jetën, për ofertën, për përqendrueshmërinë e tij të fortë, edhe në këtë periudhë të fundit smundje, sakrifice, të çojë përpara popullin e Zotit në këtë vit jubilar. E kështu jemi mirënjohës Zotit për këtë papë që ka qenë papa i afrimitetit. Papa që në mënyrë kurajoze foli për një luftë të tretë botërore cop-cop, që para 10 e më shumë vitesh. Papa që në një farë mënyre, akoma më shumë ju la zë atyre situatave që kur nuk do kishin zë. Papa që aq shumë veçanërisht e deshti vendin ton, duke privilegjuar përballë gjithë vendeve të tjera perëndimore, e duke ardhur këtu pikërisht në sheshin Nën Tereza për t'i dhënë një hom t'i popullit të përsekutuar, të martirizuar, e duke thënë që historia e këtij kombi e kishte shënuar aq shumë sa që në çdo takim kujtonte me mirësi, me ëmbëlsi vendin ton, vizitën e tij. E sa herë na ka thënë dhe mua personalisht ka thënë, unë dëshiroj të rikthehem në Shqipëri. Papa që deshi martirët tanë, që deshi aq shumë Nën Terezën sa që e çoi ai në lterin e shejtërimit, me kanonizimin e saj. Papa që do të mbetet gjithmonë, thellësisht, me vështrimin e tij të ëmbël atnor, por dhe me forcën e tij shpirtërore, udhërrëfyes i një njerëzimi të bjerrur, në një botë që akoma më shumë ka nevojë të rizbuloj zërin e dashurisë së Zotit. Këtë mbrëmje si kisha atëherë, si gjithë vëllezërit tanë që do të kremtojmë në kishat e tyre në Shqipëri, në katedralet të ndryshme të Shqipërisë, edhe neve do të mlidhemi në katedralin e Tiranës në orën 18 për të lutur për shpirtin e tij, e për të lutur po ashtu për Selin tashmë vakante, sepse Shpirti i Shenjtë ta mbështesi kishën katolike apostolike romane, ta mbështesi në këtë moment, sepse kështu t'i japi një prijes. Të lutemi së bashku për papën ton. Jepi o Zot pushimin e pasosur, e shndrit drita e pamarume. Pushoft në paqe.